Pjesëmarrës të dashur, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në këtë tryezë të rrumbullakët të organizuar nga Lëvizja Shqipëri e Re. Atëherë po kaloj tek platforma politike e Lëvizjes Shqipëri e Re. Platforma politike e Lëvizjes Shqipëri e Re përbëhet nga 7 pika kryesore. Po përmend këtu fuqizimi i shtetit dhe kombit shqiptar kundër korrupsionit, fuqizimi i institucioneve arsimore, shëndetësore dhe ato të përkujdesjes sociale, fuqizimi i kombit shqiptar, fuqizimi i sipërmarrjeve shqiptare, fuqizimi i familjes shqiptare, fuqizimi i shtetit shqiptar, si dhe fuqizimi i politikës së jashtme dhe roli ndërkombëtar të Shqipërisë. Një pikë shumë e rëndësishme që mendoj që ja vlen ta diskutojmë është edhe ndalimi i lypjes në rrugë. Po ta vëmë re shumë fëmijë brenda qytetit apo edhe jashtë zonave të tjera i gjenden nëpër rrugë duke kërkuar lëmosh për bukën e gojës apo për të kaluar ditën. Fatkeqësisht kjo vjet re tek gjithë, pra nuk kemi ndarje të gjinisë apo të moshës. Edhe ajo çka është më keq është se ne sot nuk kemi një statistikë të saktë për këtë grup njerëzish që kërkojnë lëmosh. Ne kërkojmë që t'ju vim në ndihmë këtyre njerëzve për t'i akomoduar apo t'i sistemuar tek institucionet që t'i japin ndihmë këtyre, pra që të jetojnë ashtu siç duhet të bëhet për të gjithë fëmijët e tjerë. Një tjetër plagë e shoqërisë tonë është edhe aborti. Kemi vënë re që gjatë kohëve të fundit këto statistika kanë ardhur në rritje. Natyrisht shkaqet janë nga më të ndryshmet, por ne kërkojmë domos që të ndalohet aborti, pasi në fundit vritet një jetë. Një tjetër pikë është edhe koncepti i qerasave tatimore. Është pjesë e platformës tonë politike. Çfarë do të thotë qerata tatimore? Në këtë rast do dëshiroj që të hiqnin fjalën taks dhe të flisnin vetëm për qeran tatimore. Qerata tatimore është një shumë fikse që X biznes duhet i paguajë shtetit. Për shembull, është njësoj si qeraja e një shtëpie, që në fund të muajit jemi të detyruar të paguajmë qeran pavarësisht buxhetit që ne kemi. Koncepti i qeras tatimore gjithashtu ka 2 masa propozuese për të realizuar. Po përmend këtu ndërgjegjësimin e qytetarëve. Secili prej nesh duhet që të ndërgjegjësohet për të marrë kuponin tatimor tek shitsi. Gjithashtu edhe shitsi duhet të ndërgjegjësohet për të marrë kuponin tatimor në momentin që shkon të marrë një shërbim. Më pas, një tjetër masë drastike është edhe sekuestrimi i biznesit. Kjo është masa e dytë drastike që ne e kemi propozuar. Për shembull, në momentin që një polic tatimor hyn në biznesin tuaj dhe vën re që ka ndodhur një transaksion, pra që ju nuk i keni dhënë X klienti një faturë tatimore apo një kupon tatimor, atëherë 50% e biznesit tuaj i kalon policit tatimor dhe 50% i kalon shtetit. Askush prej nesh nuk do dëshironte që për një gabim të momentit apo për një gabim shpejtësie apo ku ta diun të sekuestrohet malli apo biznesi. Një tjetër pikë kryesore e platformës tonë është dhe përjashtimi nga taksat dhe tatimet e të gjithë bizneseve, domethënë që japin një investim të mundshëm në shërbimet sociale, për shembull në shëndetësi apo në arsim. Një tjetër pikë që ka patur mjaft debat, pra që është pjesë e platformës së Lëvizjes Shqipëri e Re, është edhe përjashtimi nga administrata publike e të gjithë individëve që janë mbi moshën 45 vjeç. Pra mund të dalin në pension të pjesshëm apo të parakohshëm dhe mendohet apo supozohet që gjithë eksperiencën e tyre ndër vite ata ta dhurojnë domethënë në sektorin privat. Duhet fjalë pikërisht për mbrojtjen e fëmijëve dhe të femrës shqiptare në përgjithësi. Femra dhe fëmijët duhet të mbrohen në mënyrë maksimale nga gjithë dhe personi që i dhunon duhet të ndëshkohet në mënyrë të menjëhershme nga ligji. Së fundmi kemi vënë re të gjithë që rritja e kriminalitetit na ka prekur të gjithëve, çdo ditë më shumë, sidomos po të fokusohemi në rastet më të fundit. Edhe ne mendojmë që të kemi një rikthim të dënimit me vdekje për të minimizuar të gjitha llojet e krimeve. Atëherë ju falenderojmë të gjithë për pjesëmarrjen tuaj, si dhe për idetë dhe diskutimet që ne patëm gjatë këtyre minutave në vijim. Unë ju mirëpres sërish së bashku me pjesëtarët e tjerë të lëvizjes për të konkretizuar akoma dhe më tej mendimet dhe idetë tuaja në lidhje me platformën tonë politike. Faleminderit.